Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin. Amma ba'd, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, ndihmë, falje dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun që të jemi prej pasuesve të tij të sinqert, prej atyre të cilët rrasin rrugën e tij me sinqeritet dhe prej atyre të cilët vdesin rrugën e tij duke qenë të sinqert. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut me kapitullin e tretë në shkencën e fikut, me kapitullin e agjerimit. Normal, me renditje është kapitulli i zeqatit pas namazit. Kjo për shkak se çdo ajet që ka ardhur në Kur'an që është përmend zeqati ka ardhur wa aqimus salata wa atuz zakat, falni namazin dhe japni zakatin. Edhe hadithet gjithashtu që kanë ardhur, ka ardhur zeqati me renditje me njëherë pas namazit. Mirë po, na e kemi thënë këtë rregull duke pas parasysh se na jemi në prag të Shabanit. Edhe 2 ose 3 ditë futet muaji Shaban, i cili paraprin muajit Ramazan. E që Shabani e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është prej muajve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka agjëruar më shumti. Edhe konsiderohet si muaj para përgatitjes i Ramazanit. Kështu që edhe unë për atë arsye e zgjodha për shkak se zeqatin nëse kishin fillu tash s'kishin pas mundësi me përfundu para Ramazanit. Kështu që vendosa me fillu me rregullat të agjerimit para se me na zon agjerimi për shkak se duhet të përgatitemi. Jo veç në atë aspektin fizik ose të jashtëm, mirë po edhe në ato shpirtëror. E kam për qëllim edhe njohuri, mirë po edhe duke nxjerr disa dobi nga agjerimi. Prej dobive që dietarët e përmendin kur flasin për agjerimin, e para për tyre të nderuar vëllezër është se besimtari kur agjeron e çon një urrë te Allahut në vend. Edhe pranon që ti i robërohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Një nga dietarët kur flet për robërimin, thot njerëzit thot janë vetëm 3 gjëra thot që adhurohen. Thot ose adhurohet Allahu njëri vetëm dhe i pashaq, ose adhurohet diçka tjetër përveç tij, që adhurojnë idhuj e diçka tjetër, ose adhurohen dëshirat. Thot nëse dikush pretendon thot që nuk adhuroj thot kurrë, atëherë atij i thojmë që je duke i adhuruar dëshirat e tua. Ndërsa ne kemi zgjedhur që të jemi rob të Allahut e që nuk jemi adhurues as të dëshirave e as të dikujt tjetër përveç Allahut. Pra kur besimtari vendos me agjeru, ka vendosur që të robërohet Allahut dhe të jetë rob i tij duke i shkel çdo gjë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. E që ky është nderi më i madh. Nuk ka nder më të madh se sa të jesh rob i Allahut, e ta pranosh robërinë tënde para Allahut. Gjithashtu e dini mirë se sa herë që është përmend agjerimi, pejgamberi selam në shumë hadithe ka thonë men sama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me iman edhe me llogaritje në shpërblim, atëherë i falen ato që i kanë paraprin nga gjunahet. Edhe kjo do të thotë që agjerimi i Ramazanit është fshirje nga gjunahet. Gjithashtu ka ardhur në hadith tjetër që ka thënë pejgamberi selam namazet, 5 namazet, xhumaja deri në xhumo, Ramazani deri në Ramazan është fshirje mëkateve përderisa dikush nuk ka bën mëkate të mëdha. Pra, përderisa prej agjerimit ose Ramazanit kaluar deri në këtë Ramazan nuk ke fut diçka nga mëkatet e mëdha, mundësia është shumë e madhe që inshallah me qenë ky Ramazan falës për gjitha mëkatet tua. Gjithashtu
agjerimi është shkak për pranimin e duas. Edhe ne kur kemi folë për duan, kemi tregu të ndëruar se ka kohë caktume, janë disa qaste që Allah subhanahu wa ta'ala nuk e kthen duan mbrapsht. Një prej atyre është edhe duan e agjerusit. E pejgamberi alayhis salam thot: "Thalathun haqqa 'ala Allahi alla yarudda da'watahum." Janë 3 kategori që Allah ka marrë përsipër që mos më ia kthy aty në duan. Thot: "As-sa'imu hatta yaftar." Një prej tyre është agjerusi derisa të bën iftar. Pra çet nder, çet privilegj, çet mundësi do të me pas parasysh çdo kush që agjeron. Edhe këto këtë dobi deri tash që jemi të i përmend, me pas parasysh se kanë ardhur përgjithshme, nuk e specifikojnë veç Ramazanin. Janë përgjithshme. Edhe nëse agjerojmë të hanë të tajte, ti që privilegj e ki për më të pranu doja. Se pejgamberi sallallahu ka thonë lisaimi hatta yaftar, nuk e ka thonë për agjerim obligativ. Mirë po, agjerim i përgjithshëm, qoftë ai edhe nafile. E ki qëtë mundësi. Derisa ti të bësh iftar, inshallah ka mundësi shumë të madhe që me qenë për atyne që doja të pranohet. Gjithashtu, ka orë në hadithe që agjerimi ndërmjetëson për agjerusin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "El Kur'an was siyam yashfa'an." Kur'ani edhe agjerimi bojnë shefat, ndërmjetësojnë në ditën e gjykimit. E dini, Kur'ani thot: "O Allah, këtë person e kom lodh natën, e kom ndalu, e kom privu prej gjumit, atëherë ma mundësete ndërmjetëse për ta edhe i mundësohet." Ndërsa agjerimi thot: "O Allah, thot, e kom ndalu thot to prej epsheve, prej ushqimit, prej hajës, prej pijes gjatë ditës, atëherë ma mundësete të bëj shefat për ta edhe i mundësohet." Pra agjerimi ndërmjetëson për ty në ditën e gjykimit. Tjetër, shpërblimin e agjerimit e ka marrë përsipër Allahu i madhëruar dhe e ka lënë të pakufizuar. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kullu amali ibni Adam lahu", thot illa siyam, çdo vepër e birit e Ademit është për ta, përveç agjerimit. "Innehu li wa ana ajzi bihi", thot ai është për mua dhe unë shpërblej për ta. Edhe sa herë që përmendet ky hadith, dietarët e bojnë një lidhje shumë të fortë në lidhje me ta, thonë që nëse ju kujtohet ajeti që ka ardhur në surën Al-Baqara: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa", dhe kur Allah ju tha me lajkeve, unë po e bëj një me këmbës në tokë, me lajket si i thanë që si po ti po e krijon një krijesë e cila ka më bot gjakderdhje, shturje në tokë, ndërsa na të madhërojmë të adhërojmë ty. Allahu çka i thanë fund? "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Unë e di ato që ju nuk e dini. Edhe sikur Allahu xhelle xhelaluhu dën ju tregu me lajkeve se ka prej robërve të mi që janë në gjendje për hir tamin me najt pa hongër, pa pi, pa i shfryje epshet e tyre gjatë ditës. Kjo është ajo që me lajket nuk e din. Ndërsa shpërblimin që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë agjerimi, që ka thonë Allahu në hadith kutsi është kë, agjerimi është për mua ndërsa unë shpërblej për ta, dietarët kanë përmend se i ka 2 kuptime. Kuptimi është sasin e shpërblimit nuk e din askush tjetër përveç Allahut. Dhe Allahu shpërblen për këtë agjerim varësisht sa ti ke punu me të, varësisht sa ti i ke najt gati, varësisht sa ti e ke rujt, e ki shpërblimin për ta. Ndërsa kuptimi tjetër që e kam përmend dietarët është çdo vepër ka mundësi të mirët në ditën e gjykimit nga te. Hadithi i muflisit, ka thonë pejgamberi sallallahu që në ditën e gjykimit vjen kur i ka pyet sahabët, a dini kush është i falimentuari? Sahabët kanë thonë i falimentuari është ai i cili s'ka as dinar as dirhem, kur gjon nga dynjaja. Ka thonë pejgamberi sallallahu jo. Është ai i cili vjen ditën e gjykimit me namaz, me zeqat, me agjerim, me haqj, edhe me sadaka, ka orë një rivajet tjetër. Ndërsa në anën tjetër e ka shat dikon, e ka thy dikon, ka shpif për dikon,
ka derë gjakun e dikuj, ka ra dikon 5 kategori përmend në lidhjen me nderin e dikujna. Thot ndërsa në ditën e gjykimit i mirën nga veprat e mira tina, që hen këtu edhe namazi, edhe agjerimi, zeqati, këtë hin, dhe i vendosen atij, cilit i ka hin hak. Derisa bëhen shkak duke ju marr, ky mbet pa vepra të mira, kështu që hidhet në xhenem. Çka kanë thënë dietat? Kanë thënë përveç agjerimit. Kanë thënë agjerimi nuk mirret. Edhe pse disa të tjerë thonë që mirret edhe agjerimi. Në hadith ka ardhur edhe agjerimi. Mirë po çka? Ene ejzi bihi, ka thënë Allah, unë shpërblej për ta. Që do të thotë që Allah ja rrit shpërblimin agjerimit, ja shumë fishon, që edhe nëse i mirret për agjerimit, nuk lihet ky person më fut në zjarr. Për këto e bën veç agjerimi për dallim nga veprat tjera. E që dietarët kur e kanë komentuar këtë pjesë kanë thonë Allah alem po mirë po këtë kjo për shkak se ai i cili agjeron të nderuar vëllezër e ka çdo herë atë ndjenjen se Allahu po e përcjell. E plotson atë që quhet naqide muraqabetullah, përcjelljen e Allahut e ka çdo herë. Ai i cili agjeron. E për emrat të Allahut është Ar-Raqib, përcjellësi. E që robi i cili çdo herë e ka në vedije që don, kogja e ka vlerën të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam, as-siyamu junne. Agjerimi është mburoj. Agjerimi është mburoj. Fala tahriqha. Atëherë mos e presh ato. Fala tahriqha. Mos e presh ato. Agjerimi është mburoj. Edhe duhet me llogarit se agjerimi është sikur një lloj mburoj, si një lloj parzmore që na mbrohemi me ta. Tash e përmendi pse. Dhe sa më shumë që atë parzmore, atë mburoj e ki të shpume, atëherë aq më shumë kanë mundësi me të kap ato sulme të armikut më të dëmtu. Sa më shumë që ke investu e ki të fortifikuar që të mburoj, aq më i mbrojtur je. Pejgamberi alayhis salam thotë fala tahriqha, ndaj mos e prish ato. Ka ardhur në transmetim tjetër fala tahriqha bil ghiba. Me çka prishet? Me gibet. Agjerimi është mburoja, ndaj mos e prish ato me gibet. Ndërsa ka ardhur transmetim tjetër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në hadith se Allahu nuk ka nevojë për robin që ai me lën ushqimin e me lën pijen e tij përderisa ai nuk e lën qaul az-zur që ka ardhur në transmetim, nuk e lën fjalët e këqija ose shpifjet ose veprat e këqija. E që është për qëllim që çdo gjë që konsiderohet shpifje ose gibet ose hyrje në hak vëllaut musliman ta dëmton ty agjerimin. Ta prish ty agjerimin tënd. E për çka është mburoj, dietarët e kanë përmend, është mburoj prej zjarrit të xhenemit ditën e gjykimit. Përderisa ke agjeru, atëherë mundësia e madhe që ky agjerim ka më të gjindë më të mbrojt nga zjarri i xhenemit. Edhe është mburoj nga gjunohet dhe sjelljet e pahishme që ka mundësi dikush me i bën këtë botë. Kjo për shkak se agjerimi e shuan epshin. Dhe kjo është e vërtetuar fetarisht, e logjikisht, e shkencërisht e çështë dëni. Pejgamberi alayhis salam ka thonë të rive ja ma'shara ash-shabab, o ju të ri kush ka mundësi për juve men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kush ka mundësi për juve me u martu, le të martohet. Kush s'ka mundësi, atëherë porosis me agjerim. Pse me agjerim? Fa innehu lahu wija. Sepse agjerimi për ta është shuarje e epshit. Ai i cili agjeron kur të ka barkun e zbrast, atëherë këtë epshit i shuan. E këto është mirë me marrë në konsiderat, jo veç në Ramazan, mirë po edhe jashtë Ramazanit, kur dikush është epsharak, përballet me shumë gjona që kanë mundësi me ja dëmtu fenë e tij, atëherë e porosisim ato me agjerim. Se agjerimi ndikon me ul epshin e aty me pa botën reale tamam ç'është është. Për shkak se njeriu nganjëherë ndodh me u ndiku nga epshi, edhe me radhën e ndikimin e epshit më largu prej realitetit kësaj bote. Edhe agjerusi ka dy shpërblime, lisa imi ferhatan. Shpërblim një është ai i cili ose dy gëzime, me thonë më mirë,
cilin e përjeton në këtë botë kur bën iftar. Ndërsa gëzimin tjetër tek takimi me Allahun subhanahu wa taala. Në lidhje me këto, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve e lexon ajetin lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Për ata të cilët kanë bërë mirë në këtë botë, ka më pas mirësi edhe shtesë. Edhe për këto shtesë, çka është shtesë? Shtesë është për qëllim takimi ose shikimi i banorëve të xhenetit në fytyrën e Allahut. Thot pejgamberi alayhis salam, kur banorët e xhenetit futen në xhenet, edhe banorët e xhehenamit futen në xhehenam, do të thërret një thërrës: o banorët e xhenetit, inna lakum inda Allahi maw'idan, për juve sot ka një premtim tek Allahu, se Allahu po don me përmbush ato. Fe yaquluna wa ma hu, dhe thojnë banorët e xhenetit, edhe çka është ai far premtimi? Alam yuthaqqal mawazinana, do të thojnë, a nuk na i ka rëndu peshojat tona? Wa yubayyid wujuhana, edhe a nuk na i ka ndrit fytyrat tona? Wa yudkhilna al-janna, a nuk na ka fut në xhenet? Wa yuzahzihna min an-nar, a nuk na ka shti në xhenet, nuk na ka largu prej zjarrit. Qala fa yukshifu lahum al-hijab, dhe Allahu subhanahu wa taala u ashpalos atyre, e largon perden që e ka prej tij. Fa yanzuruna ilay, dhe banorët e xhenetit do të shikojnë tek Allahu. Fa wallahi ma a'zamuhum shay'an ahabba ilayhim, dhe pasha Allahun të pejgamberit selam, nuk do të ketë diçka më të dashur për ta se sa kjo, shikimi i tyre në Allahun subhanahu wa taala. Dhe nuk do të ketë diçka që u aknaq syt atyre më shumë se sa kjo. Kjo, të nderuar vëllezër, prej shpërblimeve që ka mundësi robi me arrit në ditën e gjykimit. Ndërsa kalojmë tash tek ai aspekti fikhor, agjerimi u obligu në vitin e 2 hijri, si agjerim. Duhet me pas parasysh se agjerimi i ditës së Ashuras ka qenë obligim prej fillimit të agjerimit. Mirë po, agjerimi si agjerim i plot i muajt Ramazanit është obligu në vitin e 2 hijri, pasi që është bo hijreti. Do të thotë parafërsisht dikon rreth 15 vjet pas shpalljes. Mirë po, dita e Ashurës ka qenë obligim qysh prej fillimit të shpalljes. Edhe agjerimi ka kalu në 2 etapa. Në etapën e parë, ku ka zbrit ajeti, ku thot Allahu, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dhe ata të cilët kanë mundësi me agjeru, ata kanë edhe një mundësi tjetër me shpërbly miskin, të varfër. Domethënë, etapa e parë është që ka qenë e zgjedhur atij i cili i është bë obligim agjerimi, ka pas mundësi ose me agjeru, ose nëse nuk agjeron, me jap me ushqy të varfër. Kjo në fillim çështjes. Mirë po, pastaj ka zbrit ajeti kuranor ku thot shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Në muaj Ramazan, cilin është zbrit Kurani, kushdo që dëshmon e arrit është prezant kur hin ky muaj, atëherë le ta agjeron, e këtu ka formë obligative, le ta agjeron, edhe ky agjerim nuk kompenzohet me pare ose duke ushqyer miskin, përveç se ai i cili ka qenë smurë që masane i përmendim. Në fillim ka qenë që kushdo që ka desht ka pas mundësi me bë kompenzimin edhe pa agjeru. Pastaj është bë obligative agjerimi. Kjo janë 2 etapat e cilat është bë obligim agjerimi. Agjerimi në aspektin gjuhësor, si jam do më thonë përmbajtje, abstenim, frenim prej diçkahit. Mërjemja, inni nadhartu lirrahmani sawma, ka thonë. Unë kam vendos që për hir të Rahmanit të agjeroj,
e që është për qëllim të përmbahet, të mos i flas askuj. Kjo në aspektin gjysor, ndërsa ne ato terminologjik fetar është që përmbajtje ose frenim ose abstenim nga ushqimi, nga haja, nga pija edhe nga marrëdhëniet intime, prej hyrjes së kohës së sabajit, prej agimit e deri në perëndim të diellit. Me qëllim dhe me niyet për hir të Allahut. Kjo është definicioni i agjerimit. Do thonë përmbajtje prej nga ato tria, prej lindjes diellit, po prej futjes së sabajit deri në perëndimin e diellit me qëllim të afrimit tek Allahu subhanahu wa taala. Llojet e agjerimit, agjerimi i obliguar, agjerimi i Ramazanit që e din të gjithë. Edhe agjerimi i cili nuk ka kohë caktuar, është i pacaktuar, është agjerimi i kompenzimit. Ati cilit i kanë mbetë disa ditë nga muaji Ramazan, ky është agjerim i obliguar, herë do kur e ka obligim. Edhe është mirë që mos me nxon Ramazani tjetër. Disa nga dietarët thonë nëse i nxan ditë, për shembull, kjo dhtu ose ka qenë gruaja me menstruacione ose dikush që ka qenë i ka obligative disa ditë të Ramazanit, nuk i ka agjeru derisa ka ardhur Ramazani tjetër, disa nga dietarët thonë që ai person bën gjuna, përveç nëse ka pas arsye. Për arsye ka mundësi, për shembull, gruaja me qenë shtatzon, pastaj me njëherë si të lind ka mundësi me u angazhu me gjithënje e që i vështirësohet agjerimi, kjo nuk ka nevojë. Edhe nuk ka gjuna, edhe kompenzimin e saj e bën një ditë me një ditë. Ndërsa dietarët kanë thonë ai i cili ka bërsh, ka disa ditë për t'i bë kaza, edhe janë nxan agjerimi tjetër, Ramazani tjetër, atëherë pas atij Ramazani, përveç se duhet me agjeru një ditë, duhet edhe me ushqy një miskin. Kompenzimi i atij cilit ja ka nxon Ramazani tjetër, ditët obligative, pa ndonjë arsye sheriatike, përveç se duhet me agjeru, duhet edhe me ushqy nga një miskin. To duhet me pas parasysh. Pastaj është agjerimi si pasojë e zëtimit. Për shembull, dikush është zëtu se nëse arri filan suksesin, ka me agjeru 3 ditë, ka me agjeru 4 ditë, ka me agjeru 1 ditë. Edhe e arrin këtë sukses, i tilli e ka obligim me agjeru ato ditë për cilat është zëtu. Do me thonë, ja ka bo obligim vetit, edhe ka për obligim me kryt. Edhe agjerimi tjetër është agjerim, edhe kjo gjithashtu agjerim obligativ është i thyrjes së betimit. Nëse dikush është betu për diçka edhe ka thyr betimin, atëherë është i obliguar me agjeru 3 ditë. Ka ardhur ajeti kuranor, e para përmendet ushqimi 10 personave, nëse këto s'ka mundësi, atëherë duhet me liru një rob. Nëse as robin s'ka mundësi me liru, atëherë duhet me i agjeru 3 ditë ai i cili e thën bene, i cili e thën betimit. Këto 3 kategori domethënë janë prej agjerimeve obligative. Agjerimi sunet, që ka shumë 3 ditë çdo muaj që kanë ardhur në hadith që njihen të na si ditët e bardha, ditën e hënë edhe tajte që i ka agjeru vazhdimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka përmend shkakun e tyne, edhe thot për ditën e hënë që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot që në atë ditë ka lind, ndërsa ditën e ajnt thot ngriten veprat. Për secilin e ka përmend pse po agjeron. Thot edhe unë du që kur bëhet kjo ngritja e veprave që të jem agjerueshëm. Për shkak se ngritja e veprave ose kjo raportimi që bëhet para Allahut subhanahu wa taala, e kanë përmend dietarët, është ditor, është javor edhe është vjetor. Ditor është çdo sabah edhe çdo mbrëmje, para namazit të akşamit, pas ikindis edhe kohën para lindjes diellit, zakonisht ku bëhet dhikri. Në çdo kohë bëhet ai ndrimi i me lajkeve te Allahu. Edhe Allah i pyet me lajket, si gjatë robërit e mi është atë ditë i gjatë. Gjithashtu, raportimi tjetër që bëhet
është në formë javore ditën e ajte që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si ka thonë që ngriten veprat. Edhe nuk unë e du që kur të bëhet kjo ngritja e veprave unë të jem agjërushëm. Edhe një kohë tjetër është në vjetor, është në Shaban. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është pyet që e kanë pasë muajin cilin e ka veçu ose e ka agjëru më shumë ti është muaji Shaban. Kur e kanë pyet thotë në këtë muaj ngriten veprat. Edhe unë e du që veprat e mia ngritën përderisa unë jam agjërushëm. Për këto janë llojet e agjërimeve vullnetare që është mirë secili prej neve me fillu qysh tash me bën atë para përgatitjen para Ramazanit. Shejku krejt qito si ka përmend liber. Deri që tash jem dalë për libres tina edhe me njëherë përmend ajetin kuranor ku thot agjërimi është bë obligim me ajetin kuranor ku thot Allahu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, agjërimi është bë obligim ashtu siç ka qenë obligim edhe para juve në mënyrë që ju të jeni të devotshëm. Do të thonë me këtë ajet është obligu agjërimi. Thot wajib siyamu Ramadan ala kulli muslim. Tash i përmend kategoritë për të cilët është obligim agjërimi. Thot edhe është obligim agjërimi i Ramazanit për çdo musliman. Jo muslimani se ka obligim. Edhe këto zakonisht e përmendin fuqahat, mirë, po kjo është e qartë se veprat e tij janë të pavlefshme edhe kjo është bile mesele që ka të bëjë me akide. Do të më besu benshëm që veprat e pabesimtarëve në ditën e gjykimit janë hije pluhur dhe s'kan kurfar vlere. Kështu që obligim e ka vetëm muslimani agjërimin. Ai i cili është në moshën madhore, ai i cili është i shëndosh psiqikisht, edhe ai i cili ka mundësi për të agjëru. Këtu largohen ata të cilët janë smur, plaku i cili nuk ka mundësi, e që ato kategoritë përmenden në dersin e ardhshëm inshallah që binë. Mirë po, shejku e përmend që ai i cili ka mundësi. Mundësit se cili i din mundësit e veta, ose ka njëherë ka mundësi edhe mu këshillu me mjekun. Qëdarë. Pastaj, thët, biru jeti hilalihi. Edhe ky Ramazani bëhet obligim me shikimin e hanës e tij. Edhe i përmend disa hadithe, ose thët me plotësimin e muajit Shaban. Edhe që kjo është meselja me cilën na inshallah sonte e përfundojmë. Me pas parasysh, Ramazani hen kur t'i plotson çdo dikushte. E shohim hanën ose plotësohet muaji Shaban 30 ditë. Me pas parasysh, para si me shpjegu këto, me takvimin henor, me kalendarin hijri, muajt janë ose 29 ditë ose 30 ditë. Pejgamberi sallam e ka sqaruar mirë këtë çështje. Edhe ka thonë, nahnu ummetun ummi, la naktubu wa la nahsib. Na jemi umet analfabet. Çështë ka thonë pejgamberi sallam. Hadithi ose ai. Nuk shkruajmë dhe as nuk llogarisim. Thot ndërsa muaji thot tek ne është ka bën me dorë 3 herë kështu, ka 30 ditë. Edhe ka bën me dorë 2 herë ka 20 ditë, edhe në herën e tretë ka bën kështu 29 ditë. Që do të thotë që muajt e na janë veç 30 ditë edhe 29 ditë. Nuk ka mundësi 31 e as 28. Çdo të më bëj qartë. Pastaj në kalendarin hijri, me kalendarin henor, nota i paraprind ditës. Që kjo i ndihmon shumë i kuptu shumë hadithe kanë njerëz që lidhen me këtë temë. Nota i paraprind ditës. Për shembull edhe tek dita e xhumos që përmendim, salavatet. Prej natës, domethënë ditën e ajtit promje, ti mundesh me fillu me salavate, se ajo konsiderohet si ka hi e xhumoja. Edhe këtu tash për me kuptu këtë hadith keni parasysh thon. Pejgamberi alayhis salam thot: "Idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru." Kur ta shihni hanën, atëherë agjëroni. Dhe kur ta shihni gjithashtu hanën tjetër të shevalit, prishni, domethënë bëni
prish në agjerimin, bëni bajram që është. Fa in ghumme alejkum fa aqdiru leh. Edhe në qofë se ka pas vërënsina, ka pas mjegull, ose diçka që juve ju ka pengu me pohonën, atëherë pejgamberi alayhis salam ka thonë fa aqdiru leh, atëherë këtu tash dietar të çike pjesë ndodh në dy mendime. Kanë thonë fa aqdiru leh, do të thonë atëherë llogariteni atë prafërsisht këtu. Disa nga dietarët e që janë pak kanë thonë bëne Shabanin 29 ditë. Llogaritni që Shabani ka bën 29 ditë e që i bën që të nesërit ju vesh me fillu me agjërim. Mirë po shumica e dietarëve thonë që fa aqdiru leh, duke u bazuar në transmetim tjetër ku thot pejgamberi sallam fa akmilu iddat Shaban 30, plotson e Shabanin 30 ditë, kanë thonë me llogarit edhe çat ditë si është ditë e Shabanit. Për shembull, ditën e 29 të Shabanit dalin me pa honën. Edhe nuk e shohin honën. Nuk e shohin honën e Ramazanit. Tash që e ditë e nesër me çka më bon, pejgamberi në bazë të thonjes pejgamberit selam i bën që bën e tash Shabanin 30. Domethënë edhe çat ditë ju hani edhe pini edhe llogaritni si është Shaban, nesrit pasoj atëherë fillon Ramazani. Domethënë 31 i bën kështu. Jo, Ramazani, se Shabani dim të fol. Tash këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Ebu Huraira thot la taqaddamu shahra Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa man kana yasumu sawman falyasumhu. Ka thonë pejgamberi sallam mos i paraprini Ramazanit me një ditë ose 2 ditë para agjërimit. Para si më futaj. Domethënë një ditë ose 2 ditë para si më fut muaji Ramazan është mekruh, është e papëlqyer me agjëru. Edhe tek disa dietar është e ndaluar. Qëllimisht nuk bën hiç me agjëru. Përveç se ka thonë pejgamberi sallam nëse dikush ka qenë duke agjëru vazhdimisht, për shembull i agjëron vazhdimisht thonë në tajte. Tash i qëllon ditë e ajte një ditë para Ramazanit. I tilli bën me agjëru. Për shkak se kështu e ka atë traditën e tij, edhe inshallah s'ka gjë të keqe. Mirë po me veçu këtë ditë. Atëherë kanë thonë dietarët është haram. Edhe kjo konsiderohet si yawmu shak, dita e dyshimt. Domethënë dita e 30 e Shabanit. Nëse nuk shihet hona, konsiderohet ditë e dyshimt. Tash, ata kanë dalë me pa honën. Edhe nuk e kanë pa honën duke mos pas asnjë vështirësi. U ka nota e kfjellët. Se kanë pa honën hiç. Se kanë pa tash të Ramazanit. Edhe pse u ka nota e kfjellët, që ditë me agjëru dietarët kanë thonë shumica e dietarëve, pothuajse 4 mëdhëve thonë është haram. Ka ittifaq, jo ijma, dallimi mes ittifaqut dhe ijmos është pak problem me shpjegu, mirë po, domethënë pajtohen gjitha mëdhëbet, mirë po nuk përmend dikush që ka ijma, që është haram. A kur është ditë e dyshimt, është kur janë dalë me pa, mirë po s'kan pas mundësi me pa për shkak se u kanë rënd ose ka pas mjegull. E këto ditë këtu ka khilafa me agjëru a mos me agjëru. Ka disa sahabëve që e kanë agjëru. Për shembull përmendet Aisha radhiyallahu anha, Abdullah ibn Umeri e kanë agjëru. Bile Aisha ka thonë ma mirë është me agjëru një ditë Shabanit si sa me prish një ditë Ramazanit. Mirë po mendimi më i saktë, Allahu alem, është që mos me agjëru këtë ditë. E që e kanë shumica e dietarëve tanë në mëdhëbe. Ma pakta që thonë është mekruh. Edhe një mesele që lidhet tash me këto, pejgamberi selam ka thonë shejku e përmend tek hyrja e Ramazanit pranohet dëshmia e vetëm një personi. Nëse dikush ka lajmu ty që është fut Ramazani, ti je i detyruar me fillu me agjërim. Domethënë pranohet dëshmia, e kjo është e rëndësishme tash te kapitujt masi të kalojmë zakatin,
ko gjë e rëndësishme është dëshmia. Se në disa çështje pranohet një person, disa dy persona. Për shembull, të mujt të tjerë, nëse vjen dikush si thotë që është ardhur për shembull muaj Dhulhijhe, kanë filluar ditët e haxhit, duhet patjetër me qenë dy persona. Ndërsa te Ramazani duhet vetëm një person. Për shkak se ka transmetime që ka shku një bedojnë të pejgamberi alayhis salam, ai ka thonë unë kum pa honën. Ka thonë pejgamberi sallam, a dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut? Ka thonë po. Atëherë ka urdhëruar njerëzit me agjëru. Domethënë ka pranuar veç dëshminë e tij. Edhe transmetime tjera që e tregojnë që veç me një person i pranohet dëshmia për hyrjen e Ramazanit. Tash edhe një mesele, edhe me këto po e përfundojmë, tek të na që ka njëherë ka problem, inshallah s'është dikush që në mesin tonë e bën një problem tillë, mirë po ka ndodhur që e kanë bën. Tek çështja që diskutohet, për shembull, a futet Ramazani me llogaritje astronomike apo veç me bën me hon. Na e dim vllazni që Bashkia Islame të na, përgjithësi në Ballkan, në shumë vende të botës, e kanë bërë tash llogaritjen e honës ose llogaritjen e futjes të muajit Ramazan me llogaritje astronomike. Jo me këshyrje të honës. Domthonë ata e llogaritin se hona plotësohet edhe ka mundësi mira Ramazani sikur tash për shembull që është nëse zgaboj me 18 shkurt. Çka tash nëse ti del me 18 shkurt, edhe nuk e shen honën, a me agjeru, a mos me agjeru. Këto e kem diskutuar disa herë, se shpesh herë disa probleme që janë në Kosovë i binë për atjetë. Edhe na, për të tregoj kështu qartë, kur e mi konë në Kasim, i kemi pyet disa dietarë për këtë mesele. Dietarët e Arabisë Saudite, të gjithë e kanë mendimin se Ramazanin do të më këshyr veç me hon, pa llogaritje astronomike. Domthonë mirët për bazë hona, do të më dalë me pa. E ki pa futet Ramazani, se ki pa e bën 30 ditë Shaban, 30 ditën është llogaritet Ramazan. Llogaritja astronomike s'mirët për bazë hiç. Edhe kjo të shumica dietarëve, edhe mund që kjo flan zemër. Mirë, po çka do të më praktiku, cilën do të më praktiku në Kosovë? Na i kemi pyet që i kam një 8 që i kemi pyet personalisht. Disa për ty më kanë prezant, disa për ty më kanë prezant. Dietarëve më të mëdhej në Saudi. Të gjithë e kanë mendimin se duhet me llogarit me hon. Por kur ja kemi shpjeguar çështën për në Kosovë, kanë thonë agjerani ashtu siç agjerojnë të tjerë. Domthonë agjerani me Bashkinë Islame, agjerani me ato që e thot miftia i vendit jo. Për shkak se është një hadith ku thot pejgamberi selam agjerani as-sawm yawma tasumun wal fitr yawma tuftirun. Agjerimi është atë ditë kur agjerani, është për qëllim kur agjerojnë tonë. Prishja e agjerimit është atë ditë kur e prishin agjerimin. Po domethënë edhe nëse ti ke mundësi me pas mendimin që do të më dalë hanën me këshyr, atëherë ti je obliguar me pasu vendin tën, takvimin tën ose miftin të vendit tën. E kem pyet Khalid El Mesheikhan. Është për dietarëve më të mëdhej tash bashkohor në Arabinë Saudite, është fakih i njohur. Për nxënës Abdallum Sheikh Uthayminit. Abdulrahman Shemsanin. Çto i kam shënuar emrat e tyre. Abdulrahman El Aqil, Ahmed El Qadi, Abdullah El Ghunayman, Abdul Karim El Khudayr. Walid Suaidan e ka bile fetvan në gjani edhe në YouTube, edhe Salih El Fauzan e ka fetvan e keni në YouTube që mundi me gjetë ku ju thot agjerani me ato që agjerojnë tjertë. Këto për përmeni vllazni për shkak se në çdo Ramazan që kjo diskutohet. Jo Arabia Saudite tash ka mundësi e fillon një ditë ose para ose pas neve, të na tash e bojnë problem. Tani kur vjet çështja e Bajramit e bojnë problem. E kësi probleme i kemi pas edhe ka. Mirë, po çka i kemi na obligim me ndjek, e kemi obligim me ndjek miftin ton, të vendit ton, edhe inshallah nuk e kemi pikë përgjithësi hiç. Edhe njëjta vlen edhe tek futja e kohës sabajit. E që tash inshallah s'o problem hiç, mirë po vesh zakonisht është problem. A futet ajo 20 minuta që ka orë masim saku që është në takvim. Na kemi diskutuar këto tash edhe me xhallarët e pesë.
Hajrullah Hoxha që ka përpilu nëse din cilin vetë takvimin. Të gjithë xhallarët që tash janë të rronë në fjalët e tina. Ka plot për jo xhallarëve që tash e kanë mësu këtë çështjen e shikimit hanës, që kjo don studim veti, trajnim në veti, se na s'di me këshir hanën. Ka pas për vllaznive që ndalen hip në kodra kanë këshir hanën në vrellë, në stoke. E që as nuk din me pa, as nuk kanë mundësi mas pari me pa këtu heq. Fatkeqësisht. Edhe o xhallarët na kanë thonë, për ty në është Sultan Pajazidi për përmen jamin, që ka shku e ka studiu këtë çështje në Jordan, edhe është mirë që disa vjet me këtë çështje edhe kanë thonë bazonu në takvimin që e kemi tash të Hajrullah Hoxhës. Domethënë 20 minuta pas imsakut, inshallah hin sabahu pa problem. Që jam të fol për kohën që tash. Për verës nuk po flas, për si mendimin e tina se verës është pak lun pak dallim ka. Mirë, po për tash, për çit Ramazan, edhe për Ramazanat që vijnë pastaj që janë të shku ka dimni, inshallah është për bazë takvimi i Hajrullah Hoxhës. Edhe në që ato bazoheni, inshallah me lejet Allahut, është jemi të pastër për Allahut. Kjo vllazni për me nana është ajo zgota pak, po kem pas disa herë fitnë të tilla. Edhe ju dini pejgamberi selam Muadh ibn Jabelit vetë si ja ka zgat Yacin ja ka zgat xhamatit. E fetanun ente ja Muadh fitnejiet jo Muadh. Vetë si ja ka zgat namazin e Yacis. E çka nëse kem pas raste që e kem fal namazin vrell dikun 45 ose 50 minuta mas takvimit, mas imsakut. Edhe një 10 minuta sigurt unë ja kom zgat farzin. Edhe një 5-6 minuta llogaritë që kem bë dhikrin. Edhe kur jemi dal, ka orë njëri me kastravec në gojë. Që si rasti kem pas, edhe ka hala fatkeqësisht në Kosovë. Veç ta kundërshtoj, tash takvimi, ta kundërshtoj bashkinë islame, bëj fitne. A pejgamberi selam vetë si ja ka zgat namazin e Yacis ka thonë, apo po bosh fitne gjithë jo mualla. E çka nëse tani kur të vjet çështja hade agjerimin, ka mundësi me mund një farë zgjidhje në fillim të Ramazanit. Për shembull, nëse s'është fut sipas tina Ramazani ka mundësi me hongër si msheft ose diçka. Po çka kur vjen tani Bajrami, as nuk del me fal me xhamatin as. Këtë këto krijojnë përshame. Të panevojshme. Këtë këto kemi mundësi me zgjidh shumë lehtë. Leja në barën në xhallarëve, leja në barën aty në që u dal e ka marrë në kompetencë këto, ka jap fatva që agjeroni, ata kanë. Edhe inshallah shumë lehtë e keni. Edhe në ditën e gjykimit kemi mundësi shumë lehtë me dalë inshallah të pastër para Allahut. Kështu që të jemi të kujdesshëm vllazni, edhe në fillim, edhe në fund të agjerimit, edhe në fillim edhe në fund të futjes së sabahut. Allah është përblef, më bëni halal për zgjatjen. Pyetje që keni një blok, po harroj me marrë disa herë, më ka hup di konkret. Shkruani ose në privat ose në grup ose dikon. Inshallah me lejen e Allahut tani i përgjigjim derset e ardhshme. Allah është përbleft, wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.